Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. Në fakt, arroba, Na është bërë si fiksim nga Squid Game dhe ngelim kështu. Nëse ne kat humbam me Jul, kat humbam. Po këtë ne diskutojmë në moment të dytë nga pjesa e fundit e emisionit. Tani green lighti është për sfidat. nxirr decën e një date. Unë nxirr decën e një date, por do e nxirr sipas kushteve të mia, si dua unë dhe çfarë të them unë do e thot ai. Okej. Çfarë vëre? Si e? M'fal. Mirë si e ti gëzon. Çfarë vjen? Nuatë mirë, ha? Jo, nuk pritet shumë. U lodhën e qik ti? Ja. Çfarë vëre ti? Nic pun. U lodhë, u mërzite? Pyte pak çfarë numri ka këmbën direkt. Jam përgjithsi shumë mirë. Ty si të shoj? Mirë. Çfarë numri ke këmbën ti? 37 gjys, 38. Do mblesh kput. Jo, ti është Perfekte, është fiks. Thuaj është dhe kam dhe unë. Se i ka me merak. Ai që kam dhon. Me vërtet? Po jo këmbën. Jo vetë votava po më Por edhe pak flokëve me dorë, që ke fiksim të. Tyri ti? 3 herë. Po jepja shumë, bëj kështu. Se i çfarë për zonë makinën e vale kështu. Çfarë? E çfarë makine kishe ti? Çfarë makinë kam unë? S'kam makinë, kam skuter. Jo. Është lloj makine skuteri. Është lloj makine Ka skuter. ki kinezës nga këto tre, që ka dalë. Kineze. Se kisha ngjuar ndonjëherë. Po mëse goca s'din shumë për, po sa ke që ke marru? Kam ja 2 vite që kam marrë. Mos e ke problem kufjen. Jo, mbaje. Nuk e kam problem. Ngjej muzikë në skuter, a kupton, dhe e kam kështu si terapeut. Ai skuteri makinë që ishte. Total tash, ja. E po. U lodhen një çik të puna sot? U lodha çik të drejtë. Si e? Çfarë vëre Si mirë? jeni jo? Pyete me çfarë zonë që rastesh. Me çfarë na qerasësh sot? Që është histerik tani. Me çfarë na qerasësh? Me çfarë dush se kam problem. Pyete edhe një herë, me çfarë na që rastesh. Me çfarë na qerasësh? Çfarë dush? Bëu burr merre situatën dorë, thuj na bë 2 kafe gjys. Në specialitet bëj se do qerasun sot. Odes kafe. Thuaj 2 kafe, po për ty. 2 kafe, po për mua. 2 unë? Po. Do të bëj 2 gjysma që të bëjnë të plot. Jo se jam lodh shumë për zotë, sot e desha chicken. 2 kafe. Me një filxhan apo 2 2 për mua, 2 për atë. 2 filxhana, pa mos bëj ironi tash se po them thjesht kam qenë me kafe. 2 kafe. Pa më se tamam fola, 2 kafe desha djalë. Ti? Tani bravo pjeshka. Okej. Faleminderit. Pyete po mamin se morin takim. Po mami pse të morën takim? Unë vdes për mama tuj, po veç ti shoh. Po, do të takosh vjerë? Po, vjerë, no, pse direkt e bën në Tash për vjetë. se do të takosh mamin? Po jo me thjesht e kam qejf shumë i taku. Kam qef ti për këtë mama. Mos kene kështu preferencë Ja, për kam qejf gratë thjesht. mosh apo? Jo, çfarë thuaj. Thjesht kam qejf ti për këtë, la kupton se. Ku flej gjumë, se ashtu e kam fiksimin. Po mirë. Si ta Po përkthelesh? mirë se ti përqafosh me mamin tënd, kupton edhe unë me timen. Po. Për çafosh mamin? Tim. Okej. E kam kështu se sensumori për zonë shumë po. Pyete sa partner ke pas. Tova pa Sa më. partner ke pas ti për shkakun? Po s'm pëlqej shumë si pyetje, ma bëjnë. Pse? Vitin e fundit thuj. Është pyetje bëj Po jo se çik kjo më bëhet, e ke parasysh. Po mirë, po të pyesum ti sa partner ke Po pas? mos ma kthe mua tash. Ti ke marrë master në gjë kështu për Jo, financë? master nuk e kam marrë akoma, thjesht kam Akoma? atë Je bachelorin. Po me mendime kam që ta fus, po thjesht është çike lodhshme Ah, edhe po, nga ke drejt, puna. Po ke ti çfarë drejt. kishe studiu? Unë nga studio balet. Fillo kërcej tani, fillo kërcej kështu. Dhe më demonstrohua. Nuk duket se ke studiu shumë. E bëj kur shkon takimi shumë mirë thuj. Kjo pjesa Kam si ritual më shumë se e bëj kur shko takimi shumë mirë. Po të pëlqej takime. Po, pse ti jo? Po më jep shumë feedback. Pse ty s'pëlqej? Me mirë që s'fluturove. Odes, pyetje çika do ma bësh foto ti. Po ku e ke Çike bërë shkollën? humoriste. E kam bërë tek shkolla baletit. Te shkolla baletit. Odes, pyetje çika do ma bësh foto. Ta bësh foto mu? Ma bën Është dot. hera parë që dal në lokal thuaj dhe dua një foto kujtim. Pastaj. Është çera parë, thjesht është më qerë çera parë që dal Mos e ke tamam. telefoni më të mirë se timin. Jo më jam ti pas super më mirë, ma bëj foto tamam. Sa çera parë që dal në një takim tamam e thash, ha ma bën dot. Ore ta bëj unë si dush. Dil nga ana jote më e mirë, Des, nga ana jote më e mirë. Për zotin. Jo më jo, ti thjesht kam frikë se do ta bëj mirë, nuk do të Jo, pëlqej. vetë kaq, ma ço pastaj. Por e ktheu nga ana jote më e mirë. Në krau Po ti. themi që nga ana ime më e mirë. Ha. Ma ve dorë mas koke? Dorë mas koke? Ashtu. Edhe kru. Sigur ta ulja dorën mirë do bëja. Jo se po rregulloja flokë, po Lëpi pak buzët zemra se është dorë me një. Ta ulësh dorën, nuk ngjan bukur ashtu. ta ul. Po ule dorën. Bëj dhe një me gjuhë jashtë. Ashtu. Nxjerr gjuhën. M'fal. Nxjerr gjuhën kështu si pjesh Po në nxirë Instagram. dhe e gjuhës, nuk Jo, jo. është e bukur. Ha? Nxirë dhe e Ta gjuhës. nxjerr gjuhën. Okej.
s'ka ishe. S'ka ishe, më qa ke ba. Kujdes se mos sa trego ato foto që e kështu në banjë. Ejse, kujdes se mos sa tregon e fotot që ke dalë në banjë në i gjatë se... Jo, nuk mbajet. Që është prapë si histerik. Ishte. Ishte fort. Shiko humoriste kështu. Pyete për atë foton që kishte në Tinder, thuj para 10 viteve e kishe? Po, atë Po më foton... të futem të Portokallia, si to. Futo se qkove të drejtë. Fut na bash, fut na A bash. i kanë pagesat e mirë, ditë Ku ti unë s'jam fut, ku të fut na bash bëjmë. Po, atë foton që kishte në Tinder para 10 vitesh e ke bë? Ngrej vetlën kur e thupti, ngrej vetlën. Para 3 muaj ka qenë. Ha? Para 3 muaj, do ta hiqesh pak vetullën këtu. Atë kam seriozisht, më duket pak. Besu preke tani. Më duket pak e vjetër live edhe prandaj thash, mos e ke përdorur në foto. Të ngjallën shumë kujtime, bëj Duke më keq live se sa në foto. Ha? Më kujtove gjyshen, thuj, më kujtove gjyshen. Bëu emocional. Çaj pak tani. Ka ndaj problem? Jo, më kujtove gjyshën. Ajo histe gjithmonë fotot vjetra në Tinder. Jo të si fikuar, po se bëj me qesh person se e ke parasysh me traumën qesh njeriu, po me që ishte vjetëm më kujtove si figurë kështu. Jo se ke lidhje ti me ta, kupto se aman se ngatrojmë fal për zotin, fal. Keni pas njetin lys. Ka vdek gjyshe? Keni pas njetin lys. Ngushëllime. Keni pas, sa edhe ka pas, edhe ajo ka pas i lyth më këto. Ti më thënë ti ke thjesht një shembull, e ka pas i lyth më këto. Kam pas fantazit të shmendura për atë thuaj. E kam Sigurisht e gjallë, domethënë. I ka pas një gjatë e shumë. Unë sa herë me dalë goca si ty thuj vjen me kërcy dhe kërce prap. Po nejse. Jo, s'e kam kështu sa herë shumë dal me goca si ti, që janë shumë goca fëmijë me të drejtën, vjen me kërcy. Kërce shumë vend, si ta lava. Tekno, E kam kështu si... Po ti si dush i tash gitar? e bëj kur ecën takimi shumë mirë. Po ta jepja dhe unë feedbackun për takimin, po në fond. Po mirë me s'ka gjën. Okej. Kur e ke hap Tinderin, pyete që kur e ke hap Tinderin. Po kur e ka hap Tinderin ti? Nuk ka shumë që e kam hapë. Nuk ka shumë. Po. Më gjetën e një përveç me. Ishe i pari, kështu që... Qaj. Pse s'ke gjetë tjetër. I pari i saktë, ja. Vare. Mu më gjetë ato? Sa e dështu. Mu Gjynaf. më gjete? Për gjinaf? Nxirën e 200 lekë që jepja. Gjene 200 lekë tjetër, hava. Jo, gjena 200 lekë që i Gjynaf 200 lekë që jepja. Aman se në kërët veshë për kështu. Okej. Se më duket sikur po të del kufja. Jo, me të mbaj ndalë. më mirë, po mbaj më mirë. Po si s'folëm, po qa hobish ke kështu zakonisht, qa bën tot lirë, Po, ose përveç- Thuj, bëj filma, thuj. Për tritur. Përveç punës, bëj Keni filma. problem? Jo, përveç punës tash bëj filma Për të rritur. filma për të rritur. Filma për Po i të bëj vetë dyja rolet. Po i bëj vetë të dyja rolet. S'm ke pa kur thuj? Ski pa? Mund të shofësh. Së tallëm. Tanë se kam e pagesë. Trego linkun për të pa filmat. Po ti qa me sa hobish ke? Më pëlqen të lexoj. Lexosh? Po. Po tjetë. Do të marrë bëjmë një film. Ha? Do më sugjerosh një libër? Po, unë s'lexoj, unë bëj filma, kupto. Më sugjerosh në i libër ti ta bëj filmu. Edhe kjo. Pyete. Ti pëlqen filma? Mundet. Po të pëlqen filmat? Po jo ato që bën ti. Pas ke parë. Pas ke pa. Ty s'ka pas ajherë. Je madhe. Je madhe po në mosh. Je madhe po në mosh. Së talë, së po talë. Së mërë për keq. Pas ke humor. Po edhe ti e pas. Humor burgo, fix. A be, ati, ja. Jo, humor film ashtu. Me të drejtë se Jo. pëlqeu. Ah, okej. Humor filmash. Për tritur prap. Humor filmash për të rritur. Edhe flet. Dhe mendoj se ti e filmi preferuar. Ato filmat që bën Dhe... ato. A? Flet? Po. Po tash i bëj të dyja rolet. Thuj, je filmi i preferuar. Filmin preferum. Sa po nuk kamerieri. E pra, se po më vjen se doj. Mua më duhet t'i thuj tani se po perëndon dielli edhe duhet flas me shpirtin e gjyshës. Tani duhet t'i kemi të drejtën se po perëndon e dielli edhe e kam kështu si ritual që flas me gjyshen. Duhet ta lethatoj. Pak të na E marr s'ka gjë, s'besoj se ke problema, më fal. Jo, Hiq kputucët, lej aty dhe ik. po Dalim prap. nuk është problem. Hiq kputucët, lej aty dhe ik. Për ti heq e po mbrasin shumë kamt. Po do bësh pisat. Jo, s'ka gjë se a kështu. Lej si për tavolinën s'u paguaj me kleringut. Ha me. Shit kputucët, paguaj tavolinën, thuj se s'kam lekë. Do i marrësh Me aty po të deshe, pisat. jo s'ka gjë lej se paguaj tavolinën, takoj. Shumë faleminderit. Do i marrësh atë Jo, s'ka gjë, shumë për të marrë gjopin.
S'ka gjë. Ore, po si do ecësh të do lini në atletit, të ti marrën plasë. Jo, s'ka. Jo, se do shkel bar pastaj thoj. S'ka gjë se do shkel në bar pastaj. Takoj prap një herë? Jepja kështu. Ça? Më papshë. Tani jetën tek pjesa jone preferuar kur ham gjëra më të mira që ekzistojnë dhe tallin njerëzit më të këqinj që ekzistojnë, kolegët tanë. Dhe nuk kemi ne njerëzit më të këqinj ta dini. Nëse s'tallin vetëm ne. Ne jemi goca, vetëm si bomba, shmelim kretilën. Pas njerëz kemi folur çfarë bëjmë në gocat një gjë që është shumë toksike. Ne çfarë bëjmë? Sepse ne nuk bëjmë asgjë toksike, ne jemi ëngjëj që kanë rënë në këtë tokë për të bekuar tokë. Jo, flisim për vete. Flisim për vete, unë jam e ligë. Flisë për vetëm jam kokra shkërdata sot Kristiane, që u bëj meshkujve, o të gjeneroj. Folni për vetë, si jam asfilloj e mirë këtë. Është për shembull, një gjë toksike që e kam vënë vetja ime kam vënë re, që kur më thot dikush si je, edhe i them mirë, më pyet edhe një herë si je, po mirë i them unë, kur do të më pyes herën e tretë, mërzitem se s'më pyeti prap. Imagjino kjo me një person rëndom që s'ka relata shumë me Ema, si Ema, pse s'më pyti 3 herë. Ke herë ato i di thosha që si jam mirë edhe pse ai s'ka pikë lidhje me mua. Dica është një gjë me që jemi tek mërzia, që unë bëj dhe është shumë toksike. Tani kjo është më shumë në raport me meshkujt. Në mes debatit, ja fus të qarës dhe bëj viktimën. Po ti je peshk. Jo, është psikopat, nuk është pesh. Është për psikiatër, po okej. Klinika, psikiatri, ajo thot fitoj argumentin duke bërë si viktime edhe pse s'po plas fort, a kupton ti? Imagjino ai shkreti, shpirt tash mos mi vret prindrit. E bëra. Më fal, të lutem. Edhe shef të episod të gocës ku Kristalli thot të gjëra, kupton ti? Si nuk kam njohur një peshk ndryshe në këtë jetë, janë të gjithë njësoj. Janë të gjithë ose koc, ose levrek. Ose levrek, po. Nga këta bazikët, s'kam njohur një ndryshe. Të gjithë peshë janë njësoj o zemra. Janë bërë si pa manual, po për kapçët. Toksike. Unë kam toksike për shembull, unë ha shumë. Çuditërisht, ndoshta nuk e di, po. Po pëlqen shumë Ema që i thot Kristianës, që thot ajo që toksiciteti im më i madh është fakti që më hahet shumë. Ushqim? Po ushqim thot Kristiana. Tharse. Me kem që për herë specifikojnë gjërat me idiotë, më thjet shumë. Gjun, hahet shumë. Ushqim? Dhe një gjë të kjo qa do. Nëse ai të pyet qa do, dhe ti thua nuk dua gjë. Po. Dhe ai e merr seriozisht, realisht nuk të merr ty gjë, edhe për vete merr, po. Unë aty mërzitem dhe realisht ngel hatri. Te ba manuali rrim flasim për treshe këta, kur pyet qa do, nuk pyet 3 herë. Është një e madhe shumë gabim. Te ba manuali tratova burrin 12 vjet me dashnorin tjetër. Zemra, kur nuk më sjell më ushqim, do që është një e madhe. Për shembull ti je shef në ëndër duke tradhuar. Dhe tash Ema. Po. Në ëndër ishte. Në ëndër e pashtë kam tradhuar. Totalisht ëndër. Totalisht s'm ka ndodhur. Kjo e parat ka marrë madhe o zemër? mirë, se këtu ka të drejtë Klea tani, se kur jeni marrëdhënie. Femrat e dobta Kristo se. Jo, nuk ka lidhje femrat e dobta. Ç'është kjo? Nuk ka lidhje, sa me dobët on. Sa me dobët on, vetëm më kanë pata marrë për keq faktin që dikush i thotë e dobët, e kupton? Me dobët on. Mirë se kishim karakterin, e kam bëshesh. Alli për atë ai nuk ka pse ta di. Do ta dish ti, Zoti dhe Perëndia. Ti, Zoti dhe Perëndia. Ti, Zoti Perëndia, krijuesi i gjithësisë. Ka dhënë 3 sinonime gjithsej. Se po rritet në vita ditës. Përpijet. Po jo, çuna, ç'pun kam unë me çuna, ç'pun Kevin e me ta. Ç'pun kam me çuna, unë merr vetëm me goca. Janë dy dokumente. Një dokument është 2018-s që janë rrogat. Dhe është një dokument tjetër që janë targat. Rrogat? Sa ka rrogën? Targat? Qa makine ka? Kështu e bëjnë gocat? Qa dokumente shishtin si këshin emrin? Unë me kem që Kristo si ato shoqet që kur i thua vetëm emrin fillojnë. Lindur në 1993. Ka 7 halla, 12 gjagja. Çunat ja caron shumë pyetja ku je. Vetëm mua ma caron ku ma pyet. Edhe ty, po mirë, sot po flasim për ata. Nuk e kishim me ty Kristiana Turrej. Sot po flasim për ata. Okej, Kristo, 2-0. Nuk rrotullohet bota rreth teje, more vesh. Unë kam shumë problem të më pyesësh ku je, se është duke sikur më presionon, sikur më ndalon kohën. E ma që angit 2016 se pyetën ku je. E ma go. Ku je? Unë bëj shpesh, kanceloj planet
sepse i kanë flokët palar me gocat. Unë sot. Dukesh. E shohim. Se kancelu dhe këtë sot? Me kanceloj plane. Kanceloj. O, si mund të shkush me shoqet ose shokët tu? Më falë si jeni, po do kanceloj sot planin që kishim bashkë. Shokët e mi do kishim shonë me rronë me të ndrejtë. Ora është 8:45, unë po iki të marrë Kristollin, sepse dita do nisi me pilates. Eva, të zëme si të sklepa, me ftyrën sa të into nga gjumi. Duhet nga fytyra ime që dua shumë pilatesin. Kush drejshi më zgjojmë 7:30. Me kem së ndihmon dhe 4 orë që do të para galeria i tipi mrapa. Leman, sot pilates. Okej, po gati se në orën 10 do vim të marrim që t'ikim sterilizojmë pukin. Këto? Se kush i dashuri ndonjëre so. Këtë sterilizojmë sot mi? Kujt do ja presim mi ç'a thu? Mund të mbaju mrapa? Kemi humbur pilatesin tash. Kena një justifikim. O Ema, fal pra po merra goca në telefon. Ktheu. Ktheu! Aksident! Asi lloj kthej sa të ktheu. Tu tentu me vra emët. To i kundra vajtje. Tani do paketojmë pukin. E ambalazhoj. Gjeni një qese dhuratë, e pozim buken mrena. E paketojmë. Njëra ta do sterilizojmë këmi. Ky tjetëra do të paketojmë. Kujdes. Ua, është një parë. Jam me verë për çfarë ndodh. Sot ka puna ai. Ha, çfarë do i bëjmë sot në ati? Bam. Çfarë do i bëjmë sot? Po këtu flasim. Shpresoj mos të A ti ishte çun? Besoj mos të jem unë. Episod tjetër ai. Ndiheni. Mirëmëngjes. Ti gani? Është traumatizuar se bashkë është putur? Dira që kokën. Nuk e del. O, puki! Kjo është amana jo që... Si ka kap si çon dore. Puki. Kjo është amana jo Jul që... Jemi vepër, qa po ndodh? Nxire pa kokën. Kujtohet vetje ku isha kokën. Se e pasë net? Më kujtohet kur mi pren kur isha vogël. Oj ma po ti e gos. Okej. Hello. It's a happy birthday. Na kapi dhjetorit të festu ditëlindjen e Kristit. Sot i lije pasa gati shekullit ditëlindja. Okej, konkurrenca. Konkurrenca dobe, domethënë. Me nder këtyre, aman. Të rinë shqiptar i kthej shpinën alkoolit. 20% më pak konsum nga viti i shkuar. Kjo do të thotë dy gjëra. Kjo thotë që sa keni një orën e 2 akoma. Si dalë punën e 2 dhe ne si më llogarit ato statistika. Përveç kësaj, e si mund të kalosh fazat e një nate pa pirë alkool. E para është eufori kur pi alkool. E dyta fillon qan. E treta pastaj jemi atë shokun e ngushtë nga ora 3 e natës. Okej, dhe kupton që ti ndjen për shokun e ngushtë dhe Kuptoj që ishe geja, okej, mirë. e kupton në ndot gjithë, po e kuptoj donë. Se do të nisi sikur është një common experience që e përjetojmë gjithë. Pas kësaj vjen faza e katërt, që je duke bërë seks me një person që zakonisht i quajmë të shëndosh. Ose ndryshe desart. Okej, hajt, ty po ta toleroj, po Megli pse dreshin qeshje ka shumë. Shko, nëse nuk do ishte alkooli, disa njerëz nuk do bënin kurrë seks. Po, për ne ekziston për ty. Po prandaj pra ka bërë kështu për të falendëruar që ekziston. Okej, po. Se shef veten një mashkull maçaje? Jo, unë jam mashkull salepim. Kush e besoj? Kush e besoj këtë? Denisi duket që është nga ata që pinë mete të kraki për mëngjes dhe hanë vetë zier. Jo magoj që di. Merdi ose emra. Merdi era këto. Unë bëj Megli, fakti që Megli është e menderiush edhe qesh, po t'ishte Megli i pa manuarit dhe kështë degeneru për salepin. Diçka do ishte më mirë të pini për takim të parë, diçka që duket si spermë. Për shembull sperm. Hani kastravec, ngjyeni kastravecin në fytyrë, jo atë kastravec që mendon ti. Ja, i kastravec nuk vjen në fytyrë apo vjen edhe në fytyrë? Nuk e di. Ja mos avela së më të lutem. Ajo. Në pak të kastravec, diçka kastravec da e Denisi. Pas emisionit vjell. Mendoja se ishin zhurma të tjera të që dëgjoja nga banja. Mendoj ishin ata të skandale. Megli ka shpena shita motër. Së vjen Ishte sekreti jonë. Së vjen zar spiune keqe. Ka t'i lërojmë xhuxhen.
Po shiko, unë zakonisht kur kam qenë tap në strip clube përfundoja. Edhe unë urrej strip clubet, nuk u pëlqejnë. Jo, rrezi është ka pa dash aty se një rrugën e mjeni bodyguard e dera. Dhe punoja turinata të ty, po. Totalisht nuk më thënë i urrej strip club. Mbaj me njëri që isha aq i derë në një strip club sa thjesht po bëja bisedë me një kështu. Thjesht mora vesh ai ishte nga Ukraina dhe donte të bëheshe kështu instruktore palestre atë çupa. Do të thënë ti po bëje muhabet. Në marrë që po bëhe muhabet, gej u shmut. Për të ka personal, për të kalova profesionalizmi. Unë besoj që Denis e pagu për i orë, i këllë 59 minuta, e shka të I dek shaun për ty. Do thjesht muhabetës ka me komplet. Po, disa e mire, unë jam për instruktor, nuk e di qa po më thoshte, se e pa që unë nuk isha fare interesuar. E pa, ta këshika. E pa pas e më këse u kusur. I ta shka vla, shka gjena I qolla. Kjo është metoda jonë se si marrin të ftuar në emision, I bim. Edi Rama. Ma lë mua. Edi Rama. Ja, nuk funksionoj, lëra Denisit. Nuk mund ajo shoshtri e Megli, lëra Denisit se ajo shaj. O me dhe dalin ide se tuja. Edi Rama. Na e një skandale, Më fillojnë të dalin ato, si quen ato gjysëm kal, gjysëm Denis quen. Gjysëm kal, gjysëm njeri e kënë emision, që se pe. Mariana Konde. Mariana, zonë, si pas me veshin si ka plas fare se ku po shkon, ka ardhë do të qystim lagje. I kanë thënë do dalin për kafe, në të emision. Grida zemër të pres. Jo për emision. Ale, ma, erdi në shia. Duhet pa gjitha ai bathi. Është aq awkward, aq embarrassing. Karizëm. Bravo, karizmatik. Karizmatik, si unë. Jam... Ti mund të kesh pjesën për para, ato tjetër. Ashtu është, pa të se ka. Edhe Ermali, po, edhe Ermali punon në tavolinë. Me Mariusin... Ermali madje punon dhe poshtë tavolinës. Jo, Ermali gjithnjë punon ke shkallët. Ja, ke shkallat e bën Kostiani. Ty letri poshtë tavolinë. Ermali është rria të kua... Prit, tamam. Mos atë. Në të këtë skena fundet e Menderjush, love Denisin, love Meglin, love Mariana Konde. Love. Dhe love... Dhe me që kemi akoma mallin e top 5-ës, po edhe të Squid Game-it, dhe fakti që unë zita them top 5 që në prap ta ma. Sa që nuk ndryshojnë. Kemi marrë top 5 momentet nga Squid Game-it. Best friendlishe, shoqëria, që ikën kështu, edhe keni parasysh ma. Sami si u shkatruan aty. U shkatruan shumë. Duke nisur nga më e forta. Kristiana Aldi, Nalan, ikën, e spionoj Aldi. Al gjoga, po e dikush e forta. tjetër. Është e forta që unë isha afër me Kristiana, dhe unë e pash Kristiana që lëvizje nuk bëra zë fare, kupta? Aldi komplet nga ana tjetër e stadiumit, po them, lëviz Kristianën, hiqe! Lëviz Kristianën! Si e pa, burr, si e pa. Kristiana im me të. Po këtu nuk mbaron Aldi, se pastaj bëri bespremdikun tjetër kundrejt Florit. Hera parë se na Kristiana se kemi pa disa herë. Po kishte edhe merën, se Flori ishte hera parë që ja bënte, dhe mori Kristallin, që pastaj u eliminu shumë lehtë. Dalim këtu tek Benardi. Benardi kapi Kristallin për çu blerta. Nga njëra anë e shef si ngjes shumë fisnik me të drejtën, se kapi një gocë që shkonte dashura vet atje. Nga ana tjetër kapi gocë. E vërtet. Nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër duhet ishin skualifikuar që kur i kapën duart, përfituan nga Kostiani shkret, që po vuante te kutit. Edhe i kapi duar dhe nimoj blerën që t'ka lënë. Si princesh aty rri, u shklyva në tokë bashkë me kuti kartonin. Po Kostianit si ja bëri u të fëja vetë. E shi si çdo gjë është e lidhur, dhe njëri ja fut tjetri, tjetri ja fut tjetri. Fatosi Artemisa, që kur do bëheshin bashkë, e lanë Kostianin komplet vetëm aty dhe ja, iko emisioni, iko shoqëria, iko çdo gjë. Edhe Freud ta konsideronte si opsion. Kur i pasi momentin ishin dy kështu. Gjetur dhe prektë. Nëse, ne ju duam për ndryshe nga Aldi Kristianën, ndryshe nga Aldi Flori, ndryshe nga Fatosi Artemisa Kosti, që nga onde nga Juli, Puci! Andale!